aftësia për të prodhuar dije, për të shndruar atë në vlerë ekonomike dhe për të orientuar drejt mirëqenies shoqërore është në themel të zhvillimit të një vendi. Dhe pikërisht për këtë do të reflektojmë sot në ditën botërore të inovacionit dhe të kreativitetit. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është rezultat i rastësisë dhe as i resurseve natyrore në vetvete. Ai është rezultat i institucioneve publike funksionale, i politikave publike adekuate dhe një sektori privat dinamik ku vlerësohen inovacioni dhe kreativiteti. Çdo vit, universitetet tona nxjerrin mijëra të diplomuar në fusha si inxhinieria, shkencat kompjuterike, ekonomia, dizajni dhe disiplina të tjera. Në të njëjtën kohë, Margata jonë përfaqëson një burim të rëndësishëm të kapitalit, jo vetëm financiar, por edhe profesional dhe jetësues. Pra ne nuk kemi mungesë mundësish apo idesh, dhe ajo në të cilën po punojmë është se si të ndërtojmë një sistem që sjell transformimin e mundësive dhe ideve në nisma konkrete të cilat kontribuojnë në zhvillimin e ekonomisë së vendit tonë. Në një botë e cila po ndryshon me shpejtësi marrëmendëse, nga transformimi digital e inteligjenca artificiale te ekonomia e gjelbër dhe rikonfigurimi i tregjeve globale, vendet që ecin përpara janë pikërisht ato të cilat investojnë në dije, në teknologji dhe në kreativitet. Kosova i ka një ndër popullsitë më të reja në Evropë, ku më shumë se gjysma janë 95 vjeç, dhe kjo është një nga asetet tona më të mëdha. Kemi një komunitet në rritje të ndërmarsëve dhe profesionistëve të teknologjisë, të cilët tashmë po eksportojnë shërbime dhe po konkurrojnë në tregje ndërkombëtare. Ky është potenciali gjeneratës së re dhe paraqet dëshmie të qartë të frymës inovative që e formson të ardhmen e vendit tonë. Dhe këta tri nuk dallohen vetëm për idetë e tyre, por edhe për aftësitë e tyre, përfshirë zotrimin e gjuhëve të huaja kryesore në botën e biznesit dhe të komunikimit ndërkombëtar. E në ekonominë globale të inovacionit, aftësia për të lëvizur me lehtësi ndërmjet gjuhëve dhe kulturave është një avantazh i madh konkurrencës. Këtij potenciali të madh i kemi dhënë mbështetje institucionale dhe vitet në vijim do të arrisim atë edhe më shumë. Po hartojmë politika të qarta publike, po bëjmë investime të qëndrueshme për një ekosistem i cili mundëson zhvillimin e iniciativave. Mbetemi të përkushtuar për ndërtimin e ekosistemit më të plotë dhe funksional, i cili mbështet inovacionin dhe ndërmarrësinë. Në këtë drejtim, kemi bërë progres në zhvillimin e strategjive nacionale përkatëse, plotësimin e kornizës ligjore dhe krijimin e instrumenteve financiare për përkrahjen e bizneseve. Dje në mbledhjen e Qeverisë së Republikës miratuam projekt ligjin për inovacion dhe ndërmarrësi, i cili është një tregues i qartë i angazhimit të institucionit. Besoj thellësisht se vendi ynë, Kosova, ka të gjithë talentin, rinin dhe vendosmërin për të qenë lider rajonal dhe me gjë inovacioni. Detyra jonë është ta kthejmë këtë potencial në politika konkrete, në ligje funksionale dhe në burime reale. Kur flasim për inovacionin, flasim për mënyrën se si funksionon ekonomia jonë në tërësi. Si prodhojmë vlerë, si rrisim produktivitetin, si krijojmë vende pune dhe si e pozicionojmë vendin tonë në tregjet rajonale, evropiane dhe globale. Ministria jonë ka për mision krijimin e këtij ekosistemi funksional për inovacionin dhe ndërmarrësinë, ku idetë nuk mbeten vetëm në nivel koncepti, por shndrohen në produkte dhe shërbime konkurruese.
Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në rrafshin ekonomik, por inovacioni si motor i rritjes mbetet ende nën potencialin e vetë të plotë. Sektori i teknologjisë dhe shërbimeve digjitale është një ndër sektorët që ka bilanc tregtar pozitiv dhe në dekadën e fundit eksportet ka shënuar rritje të jashtëzakonshme. Strategjia jonë nuk kufizohet vetëm në ekonominë digjitale, por shtrihet edhe në industrinë e gjelbërt dhe në inovacionin e aplikuar që krijon vende pune të qëndrueshme. Miratimi i ligjit për inovacion dhe ndërmarrësi që e përmendi kryeministri dje në qeveri është një hap themelor në atë drejtim. Por siç ndodh gjithmonë në reformat e mëdha, miratimi i ligjit është hapi i parë, ndërsa puna kryesore mbetet për të bërë. Më lejoni të vë theksin në 3 shtylla kryesore të këtij ligji të miratuar, shpresojmë shpejt edhe në Kuvendin e Republikës. Së pari, ndërtimi i institucioneve funksionale, Agjencia për Inovacion dhe Ndërmarrësi dhe Këshilli Kombëtar për Inovacion. Do të krijohen si mekanizma që prodhojnë rezultate të matshme, mbështetje financiare, të ndarë me transparencë dhe bazuar në merit, projekte të mbështetura në ndikim real dhe partneritete aktive me sektorin privat dhe akademinë. Së dyti, instrumente financiare të dedikuara për inovacionin. Me krijimin e fondit për inovacion për herë të parë po krijohet një arkitekturë e plotë mbështetëse që përfshin grante, bashkëfinancim, garanci kreditore dhe instrumente për faza të ndryshme të zhvillimit të një ideje. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për startupet dhe ndërmarrjet e vogla, të cilat shpeshherë kanë ide të mira, por mungesë kapitali, çësje në financa dhe know-how. Së treti, lidhja e inovacionit me ekonominë reale. Inovacioni nuk mund të mbetet i shkëputur nga industria, tregtia dhe eksportet. Për këtë arsye, politikat tona janë të ndërlidhura ngushtë me zhvillimin industrial, digitalizimin e shërbimeve dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve vendore. Një element i veçantë i kësaj çësje është përfshirja e diasporës dhe investitorëve privat në ekosistemin e inovacionit. Për ne, diaspora nuk është vetëm burim remitencash, por një partner i rëndësishëm për zhvillim, përmes transferimit të dijes, teknologjisë dhe kapitalit ndërmarrës që tashmë po e shohim duke u jetësuar çdo ditë më shumë. Po ashtu, prioritet tjetër i ministrisë mbetet fuqizimi të rinjeve, grave dhe komuniteteve jo shumicë në inovacion dhe ndërmarrësi. Kjo është e rëndësishme, sepse një ekonomi inovative nuk mund të jetë gjithëpërfshirëse në parime, por e kufizuar në praktikë. Të nderuar të pranishëm, avancimi i inovacionit dhe kreativitetit kërkon veprim të përbashkët. Nuk mund të realizohet vetëm nga institucionet publike apo qeveritare. Ato zhvillohen kur institucionet arsimore, shoqëria civile, bizneset, investitorët dhe të gjithë aktorët tjerë të ekosistemit punojnë bashkë në të njëjtin drejtim. Në këtë rrugtim, shteti ynë është me fat të ketë mbështetje edhe nga partnerët ndërkombëtar. Me këtë rast, më lejoni të shpreh mirënjohjen time për qeverinë e Luksemburgut, për Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Agjencinë Austriake për Zhvillim, për mbështetjen e tyre strategjike dhe asistencën teknike në zhvillimin dhe promovimin e inovacionit dhe ndërmarrësisë. Në përmbyllje, dua të theksoj se në periudhën e vjen fokusi ynë do të jetë funksionalizimi i fondit për inovacion, operacionalizimi i platformave digjitale, zhvillimi i parqeve teknologjike dhe inovacionit, si dhe krijimi i hapësirave ku idetë mund të testohen, financohen dhe rriten. Ambicia jonë nuk është vetëm të rrisim numrin e projekteve inovative, por të ndryshojmë mënyrën se si prodhohet vlera në ekonominë tonë. Në përmbyllje është shumë e rëndësishme të kemi parasysh se sektori i inovacionit në veçanti dhe i teknologjisë informative dhe ai shërbimeve në tërësi janë ndër sektorët e pak që kanë një bilanc pozitiv. Në shkëmbime tregtare në përgjithësi shënojnë vlerën, kanë arritur vlerën 4.3 miliard, nga të cilat 1.9 miliard import, ndërsa 2.4 miliard eksporte. Flasim për një sektor me potencial ende më të madh të rritjes dhe një krijim të urave, të cilat deri më tani kanë qenë të sforcuara me shtetet Gjermania, Zvicra, Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irlanda dhe Austria. Prandaj duhet të jetë vetë kuptueshme që inovacioni të përfshihet në çdo shërbim dhe produkt që ofron shteti ynë. Inovacioni ka treguar se funksionon dhe ndihmon ekonominë, rinia po e sjell inovacionin, le të mbështesim fort të dyja duke krijuar një vend më tërheqës për investime nga jashtë
dhe më tërheqës për përkushtim të rinjve tonë për biznese brenda vendit. Nuk kemi nevojë të mundohemi të jemi si shtete tjera në çdo pikë. E as të bëjmë politika sigur ato, dhe të bëjmë politika tona, investimet dhe të përkushtojmë ato në kohën dhe të tregojmë gradualisht se jemi më të mire dhe do të bëhemi më të mire. Dhe sa fakt kemi që pikën tonë më të fortë e kemi inovacionin dhe të ardhmen. Por ardhmja e qëndrueshme ka rënë në të tashmen divizion. E një të shtuare, të shtresuar me vlera që formson identitetin e një kombi. Identiteti i ndërtuar me rezistencë, nga shpresa, nga guximi e këmbgulja. Por dhe nga uniteti, urtësia e bashkëpunimit. Këto janë vlera që përbëjnë themelet e kulturës së traditës tonë. Por gjithashtu janë vlera që sot po promovojnë Kosovën në skenën më të madhe ndërkombëtare nga krijuesit tanë përmes artit të tyre e tregimit për vende. Mozaiku i imazhit të Republikës së Kosovës çdo ditë më tepër po mbizotron nga sukseset në festivalet më të mëdha të filmit, në dhomat e muzeve më të njohura të artit bashkëkohor e në sallat më prestigjioze koncertale ndërkombëtare. Dërsa Kosova me hapa të shpejt shndrohet në vatër të ngjarjeve botërore, kulturore, duke tërhequr profesionist e entuziast nga barbota e duke kontribuar në gjallërimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve tona. Allow me to go quickly off script to start with a saying that came to my mind this morning when we drove here by car, which goes as following and which I think has still a lot of truth. And I adapted it to my own way. Innovation and creativity are 10% inspiration and 90% transpiration. Which basically means, and I think you that are in this business, you know this very well, it takes maybe 10% to have a bright and brilliant idea, but it takes a lot more to bring this idea to maturity and to bring it to the market. And in this respect, when it comes to creativity, I think one of the important ingredients is a modern, fit-for-purpose education system where curriculums respond to the evolving needs. And I think our children, and we need to really pay attention to that, they need to learn again how to learn, and they need to rather generate knowledge than information. And when it comes to innovation, I think the ingredients that are needed are indeed human capital,